niyeti ka shumë ndikim. Edhe ka përmend po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam një meselë tjetër kur Allahu i merr i shkatron qytetet, i shkatron shtetet për shkak të mëkateve të përhapura në to. Çfarë shumë përhapur mëkatet Allah i shkatron. Aisha radhiyallahu anha ka thonë: "Ja Rasulullah, po në mesën e tyre ka burra të mirë?" Thot po. Po edhe ata i shkatron Zoti po. Çka bëhet thot në ditë kiametit? Thot në ditë kiametit Allah i ringjall secilin në bazë të niyetit që ka pas. E ka pas niyetin për Allah, e ka pas niyetin e mirë, po s'ka mujt me ndryshu. Prandaj e kemi një dobi. Nëse nuk mundesh me bë kur gjë ndryshim të shoqënia, s'paku niyetin banë të mirë. Niyetin po du me ndryshu, po s'po moj. Nëse nuk ki pare për me dhonë zeqat, thuj, subhanallah, të kisha pas pare me dhonë zeqat. Nëse s'ki mundësi me shku në qabe, sikur të kisha pas niyetin për misaj, që edhe nëse vdes, pa e kry që ati badet, s'paku niyetin e ki për hirtë Zotit Azza wa Jall.